Mirë, jemi rikthyer sërish në program. Me mua në studio janë bashkuar avokati i njohur zoti Edmond Petraj. Avokat, mirëmbrëma, faleminderit që jemi me mua në studio. Gjithashtu edhe gazetari Artur Nura. Artur, faleminderit që je drejt për drejt. Kënaqësi. Doja ta nisja bisedën Artur fillimisht me ty. A duhet që le të themi Berisha pasi humbi zgjedhjet e 11 majit të zbatoj statutin e Partisë Demokratike apo Nenin Basha dhe nga ana tjetër, apo mundohet vetë Berisha me retorikën për farsën elektorale, që t'i shmanget kësaj përgjegjësie? Besoj që përgjigja mund t'ishte e thjesht fare, po sigurisht kemi të bëjmë me politike, kemi të bëjmë me arte kompromisi apo me strategji për përfitimin e figurës politike dhe rritjes elektorale. Zoti Berisha parimisht duhet t'jepte dorëheqjen sepse humbi zgjedhjet. Po institucioni i dorëheqjes në Shqipëri është institucioni munguar. Me raste krejtë të veçanta ka ndodhur dhe sigurisht nuk besoj që do përsëritet. Dhe nëse duhet të flasim për Berishën, nëse Berisha do pranonte rezultatin e zgjedhjeve, automatikisht duhet të jepte dorëheqje nga partia, sepse është statut të cilën e ndërtoi kur rikthyen politik, pasi u largua në thonjza, mund ta themi këtë, se nuk është larguar kur sipas opinionit tim, dhe duhet të jepte dorëheqjen sot. Duke mos i pranuar zgjedhjet, formalisht sepse për mua i ka pranuar zgjedhjet, por do që t'i japi vetes një lloj karikimi politik edhe për justifikimin e mos largimit, sepse në fundit i premtoi të gjithë militantëve të tij që do ndërtonte institucionin largimit. Humbi zgjedhjet, largohu. Kjo ishte sugjerim për Bashën, që humbi zgjedhjet, Basha humbi disa zgjedhje rresht, po unë besoj që nuk është vetëm rasti i Berishës ky, ne mund të kujtojmë rastin e zotit Rama, kur humbi formalisht zgjedhjet, nuk i pranoi rezultatet, bëri gjithat betejë politike hap kutit, e mbani mend besoj, kërkoi edhe u bë dhe një bllokim i integrimit të Shqipërisë në atë periudhë për shkak të kësaj situate dhe sot zotin Rama e kemi kryeministër dhe po të vazhdoj kjo skemë edhe një legjislaturë tjetër. Kështu që institucioni i dorëheqjes për fat keq është i munguar. Berisha e ka qartazi kënaqësinë e fitores tij të vogël, që është fitore e rëndësishme për të, sepse tashmë kontrollon Partinë Demokratike dhe grupin parlamentar e ka nën kontroll. Mjafton të shikoni personalitetet të cilat kanë fituar të drejtën për të qenë në parlamentin e ardhshëm, nuk do të ketë asnjë zë opozitar, me përjashtime krejt modeste, cilat nuk e shqetësojnë zotin Berisha. Kështu që Berisha e ka fituar betejën e tij, do bëj gjasme në thonjza që nuk do t'i pranoj zgjedhjet, po do t'i pranoj. Por avokat, le të themi, dorëheqja e Berishës apo zbatimi i statutit të Partisë Demokratike, duke patur parasysh këtu Nenin Basha, është thjesht një detyrim moral që Berisha ka, apo ka edhe diçka ligjore që e detyron atë? Ligjore nuk ka, është vetëm thjesht morale. Statuti është evaziv, e para njërë që kemi të bëjmë me një parti me 2 kryetar akoma, njëri që, sepse nuk ka përfunduar akoma procesin. E ke fjallën për Bashën që kërkon sërish vulën. Nuk ka përfunduar akoma procesin gjykatën e lartë, janë 2 kryetar, 2 statute, dhe nuk mund të themi se mund të jemi në pikën e asaj për të cilën flitet që Berisha është kryetari për dësashëm. Shko, duhet të dishtë diçka, dhe paktën nga ajo që kemi, thënë, dhe ajo që duket, aq më tepër, historiku i një personazh i cili ka 35 vjet në politikën shqiptare, që është një nga më të fuqishmit përsa i përket pjesës së Partisë Demokratike. Partia Demokratike fal Berishës merr aq vota. Berisha dhe pa logo të shkoj në zgjedhje, vetëm emri i tij i mbleth aq vota. Pra e tregon garanci për opozitë përhershme, Berisha. Fakti tregon që është garanci për opozitë përhershme që Berisha është një mit tek djatha. Po, nuk e sjell pushtet Partinë Demokratike. Po nuk jeton në Norvegji këtu, nuk jemi në Norvegji tani të flasim, jemi në Ballkan. Me zotin Berisha në krye të PD-s, Partia Demokratike nuk vjen në pushtet. Dhe një legjislaturë tjetër zotin Rama. Do ta bëjmë mbret. Se po përdorim thonjza shumë. Kjo që thash unë nuk do të thotë që unë legjitimoj atë për të cilën ai duhet largohet, atë nuk e vendos unë, e vendos baza e tyre, atë që po themi ne tani është pjesë tjetër. Realisht Berisha merr 500.000 vota. Pa logo të jetë Berisha i merr 500.000 vota, i ka dhënë provat. Basha ishte pa logo, nuk mori vota.
Ja, pra kjo nuk krahasohet me Bashën. Basha është një figurë krejt modeste. Dhe pjesa e largimit të Berishës tani në këto momente, por ama Basha është sepse nuk kanë përfunduar akoma zgjedhjet. Parlamentare 2021 arriti të merrte më shumë vota se Berisha. Ishte më unifikuar opozita atëre dhe nuk I kishim këto çarje të cilat erdhën më prapa për largimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar, I cili erdhi si pasojë e pjesës non grata, sepse aju detyrua të dilte dhe të bënda atë me kërkesën e pam shumë mirë të Yuri Kim që I shkon në zyrë dhe I thotë që ky person duhet largohet se është non grata dhe ai e bëri atë. Dhe pësoj atë koste që pësoj, por që Partia Demokratike, edhe pse në atë kohë mori shumë vota, me fera e gaboj vetëm teknikisht. Në qoftë se do kishe bërë një joint venture me LSI-në atërshme, ajo sot ishën pushtet. Flasëm atë që është. Pra që marë pushtet atërë. 100 ca mi vota, më pak, që doli atërë, doli 80.000 vota, diçka e tillë. Me fjerë ndërkohë që LSI-a mori diku të 120.000 vota, me fjerë po qëse do kishe bërë atë bashkëpunimi me LSI-në, a I sot do t'i Partia Demokratike. Sot bashkë me LSI-në ka marrë 500.000 vota, se ishe bashkë me LSI-në. Me pëllën, do më thënë, sot në kushtet I flasë me ata në shumë të qarë. Sot I flasë me ata në shumë të përqarë. Kemi një situatë krejt ndryshe, kemi një Parti Demokratike që kishe 6 muaj që kishe shpallur fitoren se hajtë se fitoj Trumpi se ka mëndje fare të kjo. Ju shikoni dhe vetë se qëfar po ndodhë me situatën. Edhe humbi Biden. Me gjithatë Artur, a mendon se do ketë një le të themi një grup armiqësor brenda Berishës, siç në fakt edhe avokati Gjokutaj e ka konsideruar ndryshe nga të besuarit e tij që mund ta detyrojnë Berishën që të jap dorëheqje. Dhe një pyetje tjetër kam për ty pse Berisha gjen një moment kyç për vendin, siç është integrimi në Bashkimin Evropian, për ta baltosur vendin në Bruksel apo për të kërkuar dhe nga ana tjetër bllokimin e negociatave për Shqipërinë. Qartësisht do të kemi të bëjmë me armiq të brendshëm. I pari është Dash Sula, I cili I kërkoi drejt për drejt nga aula e parlamentit në seancën e fundit për të në mos gaboj, apo do ketë seancë tjetër, I kërkoi, I tha që ti e ke bërë Partinë Demokratike dhe sot është momenti që ti të tërhiqesh në emër të saj, për të mos e lënë atë gjithmonë në opozitë. Unë besoj njësoj si zoti Dash Sula, unë jam opinionist, nuk jam as deputet, nuk jam as antari I partisë apo kontribusit që zoti Sula, po unë besoj që qasja e zoti Sula, në fakt ka qenë përgjithësisht qasja e zoti Sula një qasje e një politikani perëndimor, edhe në komunikim, edhe në zgjedhje dhe në kurajo. Është personi I parë që ja kërkoi publikisht dorëheqjen. Dhe do të ketë tjerë. Kush do jetë tjetër, do bëhet armik I klasës, në termin komunist. Do bëhet armik I partisë, sepse partia është Berisha, dhe Berisha është partia. Por mendoni se do e kenë këtë fuqi njerëz brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike që të dalin hapur kundra Berishës apo t'i kërkojnë dorëheqjen atij? Unë besoj që do të ketë njerëz, do të ketë edhe mbështetje nga jashtë Partisë Demokratike, po themi aleatët tanë strategjik, po themi të huaj që duan Shqipëria të evolojë. Se ne vdijim me neve gjithmonë kjo pjesa aleatëve na kanë lënë 35 vjet për të... Avokati, kemi zyrtare aleatë strategjik. Patjetër, kemi 35 vjet me aleatët edhe jemi akoma në kaos, përfundon procesi zgjedhor pas 4 muajve. Tashin, qofse do flasin për anën zyrtare, është kjo që po them unë. Qofse ti nuk je dakord, mund të shkruash te Shqipëria që duan, të ndryshojnë këto gjëra. Po, kjo është ideja. Dhe unë besoj që do të ketë një mbështetje edhe nga të huajt dashamirës të Shqipërisë, sepse skema është e qartë. Me zotin Berisha, 500 apo 400.000 vota apo 300.000, Partia Demokratike mbet historikisht në opozitë. Duhet futur ne në këtë studi apo në studiet tjera kemi sugjeruar para zgjedhjeve zotit Berisha që të mos kandidojë ai për kryeministër. Po të kandidojë Ilir Ali Mehmeti dhe Jurita Tabaku. E kemi bërë para zgjedhjeve. Dhe rezultoi, besoj që gjithë janë dëshmitar, rezultoi të 2 më të votuarit. Pretendojnë që janë figura karizmatike që të kandidonin ata për kryeministër. Jo, nuk e pretendoj unë, pretendojnë rezultatet e zgjedhjeve. Ai di që janë më të votuarit. Ai kanë ndjekur numërimin e votave. Të dalin më vete si doli Basha, flasin Basha sa vota marrin. Të 2 më të votuarit janë ishin garë me njëri tjetrin, pra nëse zoti Berisha do kishte ndjer për kandidat kryeministër këta, që ka qenë sugjerim edhe I ndërkombëtarëve ndaj tij, po nuk I dëgjoj,
ne sot do të kishim një rezultat tjetër. Dhe unë jam i bindur që edhe raporti OSBE-Odirit do të ishte më kritik ndaj zhvillimeve të brendshme, sepse janë gjëra që bëjnë në termin popullor janë, do të thënë, ti të heqësh gjobat 4 ditë përpara, formalisht, ndoshta ajo juridikisht, është një ndërhyrje drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve. Megjithatë, ajo e gjobave ishte edhe në konsensus. Nuk ka shosh që ta shuajnë këtë djetë. Jo, dakord jam me ty, por ishin edhe vetë demokratët ata që e kanë miratuar. Po, të bashkë i bëjnë gjithmonë, nuk është që i bënë njëra palë. Bashkë edhe ligjin zgjedhor, që nuk është një ligj i drejtë që duhet punuar dhe po i bëhet thirrje edhe nga OSBE-Odiri dhe nga ndërkombëtarët, sepse ky ligj i cili votën e qytetarit të hedhur për zotin Islami e çon ke zoti Petraj, nuk është i drejtë. Vota e qytetarit duhet shkojë aty ku qytetari dëshiron. Prandaj ligji duhet ndryshojë ligji elektoral dhe të kemi demokraci më funksionale. Megjithatë, sot demokracinë zgjedhje nuk kishte e para njërë sepse vota u lexua 2 herë, nuk u lexua 1 herë. Një herë kur u lexua vota e partisë, aty do të lexojë dhe vota e kandidatit. Megjithatë, sot avokat po shohim kandidatë Partisë Demokratike që dyshojnë apo akuzojnë njëri tjetrin se kanë vjedhur votat. Shiko, të njëjtën gjë po bën dhe Majta, po vetëm janë në rresht ata, që i thaj mos flisnin dhe ka. Madje edhe Meta ka dalë dhe ka thonë, apo më saktë përfaqësuesi i Partisë së Lirisë, jo hap kutit, po thotë që Berisha më ka vjedhur. Unë nuk e di këtë në një farë forme, se derisa kërkon që të hapen kutit e kavajës ku Partia Demokratike ka dalë fituese. Shiko, aty ngjerët për të parë, do të kemi ndryshime në rezultat, mendoj që zonja Gjyrameti do të avancoj në disa kuti, të cilat me dhe marri zonjës Gjaçka, do më thënë. Atje se diferenca shumë e vogël, dhe ngjerën për të parë të gjitha këto, por procesi do të jetë shumë i gjatë. Dhe certifikimin e bashkë kemi diskutuar edhe me zotin Balla të emisionit vetë, që ky proces do të certifikohet, kur ishte koha zgjedhore, atëherë që flisim, me fjalë ne kemi thënë që ne kemi shprehur që ka rrezik të shkojë deri në shtator edhe në tetor të shkojë kjo problematik. Sepse nëse vazhdojmë me këtë ritëm, minimalisht 10 ditë tani duan që të lexohen kutit e Tiranës. Me 10 ditë... Deri në shtator që e përcakton kushtetuta ndërtimin e qeverisë kemi kohë. Nuk do pushojmë, ose do t'i numërojmë plazh. Ndërkohë që mund të bëjë edhe në një formë tjetër, me vetëm të bëjë numërimi direkt në qendrat e votimit dhe ishte shumë e thjeshtë. Tani mbledhin u lexua vota e partive, se këtu ka qenë ajo pjesa problematike për të cilën po flasin sot. Pas u lexua vota e partive, u rimblodhën fletet e votimit dhe u futën për kutira. Dhe u hapën pas disa... Shiko, avokat, përveç procesit zgjedhor, unë kam një pyetje të drejt për ju. A është Berisha një anti-shqiptar, pasi shumë kush, në fakt, po e përcakton të tillë, duke marrë shkas jo vetëm nga mënyra se si ai baltosi vendin e tij në Bruksel, duke kërkuar edhe bllokimin e negociatave me Bashkimin Evropian, por edhe nga ngjarjet shumë të rënda, le të themi që kanë ndodhur gjatë qeverisjes së tij. Ndaj dikush do pyeste dhe nga ana tjetër se çfarë krimesh të tjera duhet të bëj Berisha që të dënohet nga drejtësia shqiptare. Faktikisht ai reagim të cilin bëri në Bruksel para disa ditësh te Parlamenti Evropian, ishte një shfaqje të cilën nuk i shkonte për shtat, nuk mund ta them këtë pjesë, por që në marrëdhëniet e tilla në Bruksel. Në Bruksel, fal. Dhe duke qenë se u diskutua kjo pjesë me ata 2-3 personazhe që nuk ishin ndonjë peshë specifike në Bruksel, me fjalë u pa në vendimarrje. Nuk kishin ndonjë lloj peshë specifike, por që po ta shikosh në retrospektivë dhe të kthehesh edhe prapa në të gjithë kohën, po ta shikosh reagimet dhe mënyra se si është sjell zoti Berisha me fjalë, të gjithë të bëjnë të mendosh që ky luan kundër Shqipërisë. Dhe faktikisht në momente kyçe kjo gjë për pjesë personale për të futur në pushtet dhe të dëmtoj pjesën aspiruese të një populli që ka 35 vjet që hiqet zvarr dhe këtu vetëm ja do hym tani në Bashkimin Evropian, ja kemi dhe ca prova të reja, ja dhe kemi stabilizim asociimin, ja kemi dhe një ca kapitull të tjerë, tani po na dalin ca historira të tjera, tani del Berisha derisa ta mbarojë misionin
Megjithatë, kjo është e pakonsiderueshme. Mjafton të kujtosh Berishës NATO edhe Gërdecin dhe e kupton që ty futesh në Europë për interesa gjeopolitike, si qyre NATO për interesa gjeopolitike dhe në Europë. E gjithë kjo marrëdhënie është pjesa asaj të cilët është gatuar në 2005, kur gjithë pjesë e grupeve, kjo është pjesë e Nanos, me fjallë. Nano e la peshqesh gjithë katraur që ne jemi sot. Nga 2005 jemi në 2025. Nano është në pension. Shiko, Fatos Nano ishte ai që e la peshqesh gjithë të situatë. E para njërë, po jo them shumë shpejt, kemi marrëdhënien që vetë grupi Rama, Kokdhima, Meta, Priftin Djespast, Rion Veliaj, po ashtu, bashkëpunonin Berishën për të larguar Nanon. Në atë kohë dhe erdhi Berisha në pushtet. Këta e sollën Berishën në pushtet. Me atë pjesën me logon e famshme të kopit dhe me pjesën e... Nanoik, që është bërë Rama ik. Nanoik edhe nese. Se nuk e heqim dhe kjo marrëdhënie, sepse nëse Nano do kështë bërë një hap prapa, do lejon dhe fraksionin brenda Partisë Socialiste, nuk do ishe prodhuar LSI në atë kohë, nuk do kishe riciklim të Berishës, dhe sot do ishe në Bashkimin Evropian. Kjo ndodhi për shkak se Nano dhe janë marrëdhëniet e këtyre, këta vetë kanë krijuar këtë klim që janë. Kjo është e shkuar, po Nano u rikthye pasi zoti Meta mori një pushtet të pakontrolluar të ekzekutivit dhe parti. Për t'i vënë edhe pjesën solli demokracinë e Katarsit. Për këtë pjesën e anti-shqiptarit, kjo pjesa. Po të shikosh marrëdhënien me Belerin, po të shikosh marrëdhënien me Greqin, po të shikosh marrëdhënien me të gjithë personazhet të cilët janë në sytë e një populli që shikohen si personazhe negativ, ky vetë bashkëpunon dhe komunikon, atëherë normalisht anti-shqiptar quhesh, çfarë quhesh në këtë pikë. Se tani një person janë atemuar, ka gris flamurin shqiptar, dënohet, e tjera, dhe tani ti vetë thua është lider, është njëri përsëmbari, është ku ai në fakt të tjerë. Nga pikpamja e skedinës penale është i pasër të është i... Kush është i pasër? Zoti Beleri. A ishte dënuar, mo? është i pasër dhe, derisa u fut në garë, është i pasër, nuk mund të hynë garë pa qenë i pasër, apo jo? A kemi dekriminalizimin? Një sekundë. Se unë nuk di që ketë vendim final për ndënimin e ti. Katalë është dënuar ai. Po jo, ti unë e kam pasur në studia. Ka mbaruar apeli ti është dënuar. Po, në rregull. Beleri u dënuar në gjykatën e posaçme. Avokati e mori ai, ka marrë 2 vjet, pa i doli me pjesën. Nëse duhet dëgju Beleri, për në studion time, zoti Beleri ka thënë që nuk ka një vendim të tillë. Ka fituar pa faqi. Artur, të mos mbetemi te çështja Beleri, sepse nuk është diskutimi i ditës, por dikush do thoshte që Partia Demokratike është kthyer në një bunker për të mbrojtur Berishën dhe familjen e tij. Çfarë mendon? Nuk është kthyer, ka qenë në momentin që u rikthy Berisha u bë bunker. Ne kemi thënë vazhdimisht që Partia Demokratike është Berisha, Berisha është Partia Demokratike. Qofse do përdorim termin e bunkerit, edhe sigurisht unë nuk besoj të këto termat e tradhtarit e kështu, ose domethënë mjafton të kemi pak memorie, këtë gjë ka bërë dhe zoti Rama kur ka qenë në opozitë. Megjithatë shumë kusht e nuk mund të themi për zotin Rama është tradhtar, se po për 13 vitesh po e çon më afër Europës. Ai po mbështet me veten në Partinë Demokratike. Fakti tregoj që 3-4 ditë pas zgjedhjeve solli gjithë kryeministrat MNZ sot të Evropës. Ai është faktor sot e ka kthyer Shqipërinë në një faktor, por tani që ka problematika brenda Shqipërisë ka sa duash. Por marrëdhënie për të cilën... Megjithatë unë shoh Ramën më shumë të shqetësuar si fitimtar, se sa Berishën të shqetësuar si humbës, sepse kanë qasje kretë ndryshme dhe interesa sepse mandati 4 i tij është mandati... është ekstravagant. Mandati 4 i tij është mandati vendimtar, me fjalë kjo o e ul o e ngre, sepse ti je 4 mandate, e të vazhdoj njerëzit të jenë të varfër, kjo nuk shon. Kështu që beteja atje do të jetë shumë e madhe. Një pyetje të fundit avokat për ty, edhe pse dikush në fakt do thoshte që Partia Demokratike është bunker i Berishës, a do arri që ta mbrojë ky bunker politik Berishën nga dënimi? Shiko, Berisha tashmë është i pandehur. Dhe çështja do të jetë shumë e gjatë. Nuk e di nëse do ta mbylli fizikisht këtë proces, sepse do të jetë shumë i gjatë, do jetë nga më të gjatët si proces. Do të shikosh listën... E ke fjalën për dosjen Partizan. Për dosjen Partizan. Ai do të jetë... mund të kaloj dhe 1 vit dhe 2 vjet në shkallën e parë, se kemi me gjykim të zakonshëm. Aty do të rritet edhe Rama, sipas asaj për të cilën është pretenduar në vite, që ka qenë kryetar bashkia në një institucion, ose kryetari i Këshillit Bashkiak të asaj kohe,
personazhet të urbanistikës, personazhet të kthimit të pronave, strukturat drejtor të institucioneve të kryeministrisë, pjesë e grupit Rrezikon parashkrim me këtë gjatësi vale? Jo, nuk ashtu sepse kjo është një proces gjatësia juridike dhe nuk është është shqyrtim. Nuk ka parashkrim, domethënë. Nuk ka parashkrim, po çfarë dënimi rrezikon nëse shpallet? 10 deri në 15, 8, 10 deri në 15 nëse dënohet. Por Berisha tashmë është gjysmë i dënuar, për arsye sepse ka kaluar pjesa e fazës të hetimit para prag. Gjyqtari i seancës para prag është gjyqtari më i rëndësishëm i procesit. Dhe dosjen ai vendos, fati i dosjes për Berishën është paravendosur. Pra, ai gjyqtar i cili kishte në dorë që mund ta pushonte akuzën ndaj Berishës, kishte në dorë që mund të kthente dosjen për plotësim hetimesh. Me fjalë, ai gjyqtar e kaloi dosjen për gjykim të zakonshëm. Kështu që në kushtet që jemi, mendoj që ky proces do të jetë i gjatë, do të jetë me fjalë fillon hetimi nga e para. Një fjalë të fundit, avokat, meqense dolëm te gjyqtarët, a ka konflikt interesi Elsa Ulliri në këtë dosje? Shiko, unë mendoj se ka. Ajo ka në aspektin moral, duke qenë se një njeriu saj është pjesë e Partisë Demokratike, nuk e di, është kandidata, fitoja, nuk e di, për këtë pjesë, por që nëse jemi në këtë pikë moralisht duhet japi dorëheqjen. Por që kjo varet në integritetin e saj. Normalisht duhet i japi për të mos... Është në konflikt interesi, po thua. Konflikt interesi nuk mund ta themi, por ja u kapa këtë pjesë. Në aspektin moral duhet japi dorëheqjen, sepse duke qenë një personazh i afërt brenda Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike gjykohet kryetari i Partisë Demokratike, mendoj që ka ndikim në gjykim. Mund të ketë ndikim. Mund të ketë ndikim dhe do të jetë në papajtueshmëri të plotë të pjesës së besimit të zhvillimit të procesit. Avokat Petraj, faleminderit që ishe me mua në studio. Artur Nura, kënaqësi që ishe drejt me REF.